Të nderuar teleshikues mirë mbrëma. Histori sportive sonte është përqendruar tek sporti i futbollit. Personazh kryesor është një emër shumë i njohur në sportin shkodran dhe me xher. Bëhet fjalë për Tajip Piranicin. Mirë se erdhe profesor. Faleminderit, mirë se u gjeta. Në mëngjes së gjatë në media dhe kryesisht në ekranin e emisioneve sportive, ndoshta ka ndonjë arsye, por sidoqoftë i rikthehemi pranë një studi, por me një personazh të emisionit tonë, një emision që është shumë i rëndësishëm, që rikthen në vëmendje figurat. Është e vërtetë që ka pas një ndërprerje të gjatë, të pas parasysh që njeriu me moshën ata energji që kam dashur të konsumoj në fushën e lojës, në stërvitje, në njekje, në organizimin e klubit futbollit Shkodra. Por edhe ekrani është një pjesë e rëndësishme për njerëzit që merren me futboll, për të shpreh mendimet e veta për zhvillimin e futbollit. Por, me të thënë drejtën, nganjëherë fillon e bëhet dhe opinioni duhet me mirëprit. Nganjëherë dhe vërejtet, se jam nga ata personazhe që më pëlqen të bëj vërejtje për zhvillimin e futbollit, për të mirën e futbollit, por duke u keq interpretuar, duke u keq kuptuar, kam menduar që njëherë të largohem nga ekrani. Mirë, kjo është zgjedhja juaj, por zakonisht media është partnere për sportin, për promovimin e sportistëve, të trajnerëve, të klubeve që ju drejtojnë një klub shumë të rëndësishëm si klubi i futbollit Shkodra. Nuk e kisha fjalën tek shtypi, tek gazeta, tek televizori. Kisha fjalën tek opinioni, dashamirësia duhet me kenë për zhvillimin e futbollit. Edhe kritikët kur janë parimore, edhe kur i vlen futbollit, duhet mirëprit. Pra debati, diskutimi dhe kritika, për mendimin tim, është e nevojshme, sepse e mira duket, ndërsa të metët duhen vunë dukje. Kjo ka qenë një pjesë, po jo më e rëndësishmja. Megjithatë, kjo takon një periudhë tjetër, ndoshta mund të jeni pjesë paneleve, të debateve, emisioneve, ndoshta pas këtij emisioni mund t'ju rikthehet Oreksi për të qenë i pranishëm edhe në emisionet sportive, se në fakt studiot sportive të Shkodrës e duan specialistin, i duan figurat sportive, një prej tyre jeni edhe ju, është në të mirë të sportit, sepse edhe kur jepet ndonjë kritikë është dashamirëse për zhvillimin e sportit, por le të rikthehemi tek tema e këtij emisioni, që quhet Histori sportive. Në këtë studio kanë ardhur figurat të shuara të sportit shkodran dhe me xher, veteran edhe të moshuar, por tashmë jeni ndalur tek ju. Mosha juaj nuk është shumë e madhe. Jeni brezi i tret, po themi. Është vërtet. E vërtet, por edhe pse jeni mjaft aktiv dhe mjaft i ri edhe nga ana fizike dhe në kontributin në fushën e sportit, por kam parasysh kontributin tuaj mbi 40 vjeçar në fushën e futbollit. Unë jam njëri prej atyre që e kam ndjekur karrierën tuaj sportive, kam pas fatin të bashkëjetoj me etapat tuaja që ju keni pasur në sportin shkodran. Dhe këtu ndalem që nga ato aktivizimit tuaj të suksesshme si futbollist me Vllaznin, me ekipin e Trive, pastaj kalimin në ekipin e parë të Vllaznisë, me pas edhe spostimet e zhvendosit jashtë Shkodrës, si në cilësinë e mësuesit, keni qenë në PUK, aty ku jeni aktivizuar për 2 vite me shumë sukses me Tërbunin. Pastaj një rikthim dhe zhvendosje tjetër në Fier për arsye të shërbimit të detyrueshëm ushtarak, ku keni lënë gjurmë tek Apolonia e Fierit për të rikthyer me pas në Shkodër përsëris në detyrën e trajnerit të paratrive të Trive, por edhe duke u shpatur kampion me ekipin e U19 që për herë të parë me sa kam parasysh dhe kujtoj, është shpatur Vllaznia për kategorinë U19 aso kohë në drejtimin tuaj, duke pasur në gjirin e skuadrës emra shumë të spikatur, të cilët do të na zbuloni ju me vonë, por një herë vinë edhe aktivizimet si trajner, duke parë ecurinë tuaj, progresin tuaj, kishte interes nga klubet veriore, siç ishte Kuku, si fillimi ishte për të kaluar tek Laçi, tek Bestlidhja që ishin në kategorinë superiore, dhe në njëjtën kohë rikthim në Shkodër edhe në detyra të rëndësishme drejtuese si inspektor i klubit të futbollit të klubit Vllaznia. Shumë sportës si ishte klubi sportiv Vllaznia, po me ndarjen se aso kohë u nda klubi Vllaznia u nda në 2 pjesë. Klubi shumë sportës që përfshin gjitha
klubet e lorave të shumë sporteshit me vete dhe klubi i futbollit me vete dhe ishit i pari drejtues i nivelit lartë i klubit Vllaznia, klubit të futbollit Vllaznia. Pra pak a shumë kjo është ajo një hymje e përgjithshme që unë Beora nuk di kam harruar diçka të shpejt, por ne të zbërthejmë një nga një. Gaci, the bukur që ne na ashtu siç keni filluar ju karrierën në drejtim të gazetarisë, edhe unë në atë kohë kam filluar karrierën time fillimisht si sportist me Trit e Vllaznisë dhe pastaj në role drejtuese. Jetësia në sport për 40 sa viteve pa ndërprerje, kjo është e rëndësishme. Është për mendimin tim është që e lidh pasioni, dashuria. Shumë miq të mi, shokë të mi, gjatë rrugës kanë ndryshuar profesion. Unë asnjëherë s'pa shku menja t'i largohem fushë futbollit, profilit futbollit. Ka qenë diçka që u dashurova qysh herët, ndoshta edhe ndërprerja ime nga fusha futbollit si futbollist ma imponoi të marr drejtimin e drejtuesit, trajnerit, mësuesit, dhe ajo ndoshta më lidhi aq shumë sa më bani pjesë të jetës sime për 40 sa vite, mos shkputem pas një moment nga fusha e futbollit. E kam bërë me shumë pasion, me shumë dashuri, e kam dashur. Normal çdo njeri ka të metrat dhe mangësitë e veta, por asaj kur nuk jam larguar. Jam përpjekur me ata mundësitë e mia, me dijen time, t'i shërbej futbollit. Me Vllazninë kam luajtur 2 kampionate, kam pas trajner Nikol Gjergjin dhe Federik Çapalikun, kena një brez shumë i mirë për 2 vite. U shkputa në momentin më të bukur, sepse unë u emërova arsimtar në PUK. Shokët e mi të ekipit, siç ishin Lutfi Basha, Said Çanga, Isa Sukaj, Fatmir Axhani, vazhduan karrierën. Në atë kohë isha i grumbulluar me ekipin e parë, bile kisha zhvilluar disa neshe me ekipin e parë. Që ishte me trajner? Me trajner Xhodet Shaqirin. Pra ishte periudha 71-73. Kisha marru shkollën e mesme, 73-shin, u grumbullu me ekipin e parë, fitum drejtën pra, për të afruar te ekipi i parë, bana dhe disa neshe, dhe në vitin 73 u emërova arsimtar në PUK. U detyrova të shkoj arsimtar, pavarësisht se dëshira ime ishte futbolli. Bile ndoshta ke nguli edhe PUK-a, tërbuni PUK-s për t'ju pasur. Ja, unë desha me vu në evidencë mjeshtrin e madh të njerin Ramazan Ragami, i cili në atë kohë me Kamulje kërkoi që pse të shkojnë arsimtar në PUK, po të futet në shkollë të lartë, tu ishte instituti pedagogjik, edhe të vazhdojnë futbollin. Por kështu ishin kushtet dhe unë shkova në PUK. Me një breng të madhe, me të thënë drejtën, sepse Vllaznia ishte një emër i madh, kisha luajtur 2 vjet, kisha kontribuar. Kisha qenë këshilluesi më i mirë i Trit të Vllaznisë, pra me perspektivë përderisa më grumbullunën. Dhe me thënë drejtën shkova në PUK në detyrën që ishe si arsimtar, u aktivizova me tërbunin e PUK-s, normal në një ambient tjetër, në një cilësi tjetër, por shumë sportdash, një ambient shumë i mirë, por nuk kishte ai nivel që unë pretendosha për të vazhduar karrierën, ndoshta edhe kjo më uli të arritmet e mia. Me që jemi edhe televizion rajonal, ne ndiqemi në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare në të gjithë botën, por PUK-a është pjesë e Çfarkut Shkodrës dhe me siguri po na ndjekin edhe në PUK, dhe do të ishte më interes ndonjë episod, në një kujtim, në një koleg nga karriera të këtij tribuni, trajnerët, ambienti. Unë isha shumë i ri, 19 vjeç, domethënë ata ishin në një moshë mallore, 25-30 vjeç. Më i mend një tifoz që punote në hotel, kur kam shkuar mas shumë viteve, unë kisha harruar me thënë drejtë më doli përpara, edhe me thënë një interesante, sepse sa shumë e kishte dash futbollin, pavarësisht se ai më drejtoi mua, se më kishte lidhur me PUK-ën edhe diçka tjetër, se më shumë viteve unë shkova drejtova ekipin e Shkodrës, por në emër të PUK-s. Ekipin u 17 dhe i bashim neshet në PUK. Por PUK-a është një qytet shumë sportdashës. Një qytet me të vërtetë që e dojnë sportin dhe futbollin. Në kisha një banakier aty sulmuesi, Beslimin, ai nga Banaku vite, një mosh mallore, ishte shumë i shpejt, i gjithë ambienti ndote për arsye sepse unë isha më i riu aty, doshin me majt afër, normal se PUK-a në atë kohë kishte atë nivelin që kishte, por kishte lojtarë shumë të mirë që me të vërtet luajshin futboll, sidomos Mustafa, Xhelal Mani, edhe shumë më të tjerë që me të vërtet me pasion, me dëshirë, ishte ai futbolli që u lute i pastër, ai futbolli që u lute me dëshirë, me pasion, me mundësitë që kishin. Pra ishte një futboll që me të vërtet jepte kënaqësinë kur u lute futboll.
Dhe Puka metet për mu një stacion shumë i bukur për futbollin. Jo, me që është pjesë e karrierës tuaj sportive, ne nuk mund ta anashkalonim Pukën sepse është pjesë e qartë për Shkodër dhe me Pukën vazhdon bashkëpunimi, ashtu siç keni qenë ju në atë kohë, edhe sot e kësaj dite bashkëpunimi Shkodër-Pukë, Tërbuni Vllaznia me shkëmbimin e futbollistëve është i pranishëm. Gjithmonë Tërbuni Pukës ka pas futbollistë nga Shkodra. Gjithmonë. Kanë qenë domethënë që dashuruar me futbollin e Vllaznisë, edhe gjithmonë i kanë hedhur syt nga Shkodra. Bile dhe sot e kësaj dite, megjithëse kanë kaluar shumë vite, unë kam miq akoma që më kishte lidh futbolli viteve 73-74. Merrem mend çfarë sportdashis e çfarë dëshire kishin për futbollin e pasionin për futbollin. Por jo vetëm futbollistë të Shkodran që kanë luajtur me Tërbunin, por edhe Vllaznia po luan aktualisht me futbollistë Pukian, kam parasysh edhe pse është rritur dhe vazhdon të jetojë të rritet tek Vllaznia dhe në Shkodër, Kevin Doda, një nga talentet më të fundit tek Vllaznia dhe në shkallë kombëtare, është djalë Puke dhe djali një ish futbollist si Rok Dodaj, i cili është edhe në cilësinë e drejtuesit lokal. Futbolli për mendimin tim nuk ka kufi. Futbolli luhet aty ku ke pasion, ku ke dëshirë. Mund të jesh nga Puka, mund të jesh nga Malësia Madhe, mund të jesh nga do të që të jesh, kur ke pasion, dëshirë dhe dashuron, luhet futboll. Këtë e vërteton shumë mirë Dodaj, që është një në lojtarët më me perspektivë të Vllaznisë dhe po luan mjaft mirë dhe besoj që ka një karrierë të sigurt përpara. Kështu që për mua nuk ka ndonjë kufi futbolli. Përsa një tjetër zhvendosje jashtë Shkodrës është edhe Fieri, aty ku detyrohet kryet shërbimin ushtarak dhe veshet uniformën e Apolonisë. Atje që një periudhë shumë e shkurt, unë atje 75-76 shkova për të kryer shërbimin ushtarak dhe më njëherë u aktivizova me Apolloninë e Fierit. Gjeta atje një ambient shumë të mirë, me mjaft lojtarë të mirë, por atje qëndrova vetëm një vit se unë pata një fatkeqësi se u largu baba im nga jeta dhe jam kthyer dhe pjesën tjetër të ushtrisë kam bërë në Shkodër. Kështu që edhe që një periudhë e bukur, një vjeçare, që unë u aktivizova me Apolloninë. Bile që një koincidencë këtë ditë e fundit, unë kisha një ndeshje me Flamurtarin U15, ku ishte ndeshja para fundit dhe më të fitore në u shpallëm kampion të Shqipërisë. Këtë sezon, këto ditë, para 2 jave, dhe atje gjeta një ish futbollist të Apollonisë Firit, me thënë drejtën nuk e marrsha mend, bashkë me Gjon Deden edhe Rapotahon. Tha si s'man mend, tha, na kena luajtur bashkë futboll. Me vërtet ishte shumë emocionale. Edhe krijova atë idenë që edhe unë kisha lënë pak gjurmë, pra një vit që luajtem me Apolloninë e Firit, dhe ishte me të vërtetë diçka që ngacmoi dhe më rikthei në vitet e mëparshme. Këto përvojat e zhvendosjes jashtë Shkodrës natyrisht do ndikojnë pozitivisht edhe në formimin e futbollistit, por edhe të karakterit të sportistit. Me të thënë drejtën, nuk u riktheva nga Fieri, mos i morova vetëm një vit ushtri dhe pjesën tjetër e bëna në Shkodër. Ajo situatë ndoshta ndikoi shumë jo mirë nga ana shpirtërore dhe ana mendore nga ana ime. Ana morale. Largimi nga i prindit. Edhe kështu që ndoshta ishte edhe momenti që unë, pavarësisht se fillova stërvitjen më afër pranë ekipit Vllaznisë, por ishte ai momenti që ndikoi për të shkputur nga futbolli i luajtur. Dhe rikthimi nga Fieri menjëherë ju emëruan si trajner i trive dhe me pas edhe i para trive dhe trive. Unë kam fillu karrierën si trajner, si nims i ekipit, nuk ka quajt U19 në atë kohë, se kanë pas vetëm 2 ekipe, ekipet trish dhe para trish, që përfshinte ekipin 19 vjeçar, 18-19 dhe ekipin e para trive 14-16. Më afruan të nims trajner me Ismet Hoxhën me ekipin U19, rreth viteve 83-84. Edhe me periudhë gati 1 vjeçare, menjëherë më erdhi një kërkesë për të shkuar në Kukës me drejtu përparimin e Kukësit. Do të thënë drejtën, pak e vështirë ishte për mua në atë moshë, por e mirëprita dhe nga aty jam larguar, kam shkova për një fazë, për 3 muaj, 4 muaj, por me qenë se më duket se punova mirë, kam nejtë 1 vit e gjys në përparimin e Kukësit të asaj kohe. Edhe atje, me thënë drejtën, gjithkund futbolli është një familje e bukur, është një miqësi, është një shoqëni, është në vërtet është mreslënce, kur luhet bukur, kur luhet pastër, kur krijohet ajo shoqënia sportive dhe punohet me dëshirë dhe me pasion dhe me normat që duhet luhet futbolli,
gjithkund mund të lësh gjurmë, por edhe mund të kthehesh me mresa shumë të bukura, siç ishte rasti i Pukës, i Apollonisë Firit apo edhe i Kukësit. Dhe nga Kuksi rikthim përsëri në Shkodër dhe përsëri në detyrën e trajnerit, por tashmë me një sukses të veçantë. Tash e kuptova që unë nuk kisha rrugë tjetër. Mas të gjithë thatë bukur ju që këta lëvizjet ndikun pozitivisht për formimin tim, ndikun për të mësuar diçka në praktikën e futbollit, por gjatë kësaj kohe unë kisha filluar me njëkë edhe kurset. Dhe kur riktheva tu, më mora ekipin e paratrive, me disa emra që unë njeka deri në vitin 91-92, siç është Dervishi, Gjuzi, Shlaku, Armir Grimaj, ka qenë një moshë ma vogël, Cunga ka qenë një periudhë vogël, Bizi, pra shumë emra që unë i mora të ekipi paratrive, dhe në atë kohë, mas një vite modesht të shkëputem, në vitin 96 kam bërë një kurs pas universitar, një vjeçar për trajner futbolli. Pra, ato praktika, do t'i quja unë që kisha njekur në disa ekipe, si që përmenda, kursi një vjeçar, ishte një formim nga ana jeme profesional, ishte kurs pas universitar një vit, edhe nikoj shumë pozitivisht në formimin tem teorik, për të dhe më lidhi mënyrë pas zgjidhshme me futbollin. Me rikthimin nga kursi, kam marrë ekipin e trive të Vllaznisë, edhe në atë kohë, në vitin 88, jam menuar, pra kisha edhe ekipin e trive, por njëkohësisht isha edhe inspektor i klubit të futbollit, pra mrena klubit shumë sportësh. Çdo sektor kishte inspektorin e vet. Ky trajnimi në Koverçani është më vonë apo kjo që ju theksoni? Koverçania ka qenë me një grup specialistësh. Koverçania ka qenë në vitin kur kam dalë kampion me tritë të Vllaznisë, për herë të parë si thatë ju, po me këtë brez si përmenat e paratrit. Po vazhdo ciklin e asaj së lisë. Pra mas i mbarua kursin më mora ekipin e trive dhe kisha këtë brez si kishe lënë të paratrit dhe mas 2 viteve dul me kampion në Shqipërijet, po me këtë brez duke shtu edhe Çoçja, Miloti, Martini, ka kanë një lojtar fenomenal me thënë drejtën në mënyrën që ekzekutohet e futbollin. Pra shumë emna. Dhe koincidon që sot është emëruar trajneri i parë i Vllaznisë. E uroj me këtë rast përmes ekranit në emisionin e Historisë Sportive. Do i shkojnë marr edhe Martinit sepse ka ardhur te shtëpia vet te futbolli që e njeh më mirë se askush futbollin shkodran, futbollin e Vllaznisë. Dhe në Koverçano, mas i dul me kampion, Federata Shqiptare e Futbollit në kanë çu për një periudhë 3 mujore, 3 trajnera, Sul Starova, Edmond Liçaj, dhe isha dhon pra Sul Starova si fitues i kampionatit shqiptar, Edmond Liçaj si fitues i Kupës Shqipërisë dhe unë si fitues i ekipit të rive kampion në Shqipëri. Pra edhe ajo vlerësim. Të gjitha përveç vlerësimit gaci çdo trajner duhet të japin shumë rëndësi formimit të tij. Shkuar në Koverçano atëherë ka qenë, atëherë tashmë është një luks. Ishte me të vërtet diçka shumë e madhe për mua, sepse jashtë mësova shumë gjëra për futbollin dhe ishte diçka e veçantë, por ajo përsërit edhe një herë në vitin 96 Koverçana, sepse Federata Shqiptare e Futbollit në atë kohë çoi gjithë trajnerët e kategorisë parë, se s'ka pas Super League, ajo që një periudhë shkurt një javore. Kështu që edhe Koverçania, që është në shkollat më të mira të futbollit në Europë, ka pas ndikimet e veta të formimit jam profesional. Kështu që mu ja di shumë për nerë Vllaznisë, ja di për nerë qytetit tim Shkodrës, sepse futbolli në Shkodër njihet, dashurohet si askush. Kështu që edhe nëse çdo flas për veten time që kam arrit, këto që kam arrit, është qyteti, është Vllaznia që na kanë formuar, janë ata emrat e mëdhenj që kanë luajtur me Vllaznin, që na kanë formuar edhe për dashurinë ndaj futbollit, por edhe mënyrën se si luhet futbolli, se si luhet në Shqipëri të paktën nuk ka luajt asnjëherë më bukur se luhet futbolli në Shkodër. Por krahas aktivizimit si futbollist, si trajner, me pas nis një epokë tjetër, po aq rëndësishme, ju besojnë edhe detyra të rëndësishme zyrtare, fillimisht si inspektor në klubin sportiv Vllaznia dhe me pas kur si tha më herët medajen e klubit futbollit Vllaznia me vete për herë të parë që ndodhi në atë vit,
ju ishit drejtuesi kryesor, pra drejtori i klubit. Gaci, unë thash pak më parë që unë ja di për nerë Vllaznisë, se kur thëmë Vllaznisë, në atë periull unë kam pas afër emrat mëdhtë të futbollit, jo vetëm Shkodran për shqiptar, si Ramazan Ragami, Medin Zhega, Saba Bizi, Ismet Hoxha, Paulin Noja. Interesant, kam pas unë isha majerisa ata shumë, po një misi të jashtëzakonshme me këto figura, edhe këto ishin ato që edhe mu më kanë vlerësuar, më kanë mbështetur, dhe në vitin 92 nga shumë sportëshi, që u drejtohet nga atëherë nga Valter Kalaja, futbolli u shkput. U mor një vendim nga ministri administrative. U shkput nga shumë sportëshi dhe doli në vete. Me një mbledhje, ishte me zgjedhje që i thojnë, me disa emra, me disa kandidatura, u përzgjodha që të drejtoheshin në klubin e futbollit Vllaznia. Këtu, Gaci, nuk e di, ndoshta kam bërë një gabim, sepse unë nuk e shifsha veten në pozicionin e një zyrtari. Sot e kësaj dite, jo se nuk ka mundësi dijet e mundësit për ta bërë, por jam shumë i lidhur me terrenin. Në vitin në atë vit 92-shin, vjen një ftesë nga Hysén Zmiani Ajaço në Francë, në kontratën që kishte bërë me klubin, do shkote ekipet të bëjnë ndeshje miqësore. Më qellet isha unë drejtuesi i klubit. Kena udhëtu drejt Francës, edhe atje qëndruam rreth një javë, unë i detyrova me ndajt pak më gjatë. Ekipi po thush vetëm 4-5 vete janë kthy. Ajo shpërbërja masive. Kampionati kishte fillu, Gaci, ishin zhvillu 4 ndeshje dhe ekipi ishte vend 4, edhe u detyrova me ndajt pak më shumë për arsye sepse trajneri atë kohë shumë asleta fizik po punonte në atë kohë me dëshirën për të qëndruar me ekip atje. Edhe kur u riktheva, pra jena rikthy me 4-5 lojtarë, më kanë pyetur në Federatë Shqiptare e Futbollit se çfarë do bëjnë Vllaznia, do vazhdojnë kampionatin. Ai Brezi, që unë përmenda pak më parë që i kishte dalë kampion në Shqipëni, po të thush të gjithë u bënën pjesë të formacionit. Brezi juaj me trit. Me tridhe. Po të thush i gjithë pjesë, vetëm Serdedja, Mazgabom, edhe Alban Noga, se të që kisha punu pak vite me ta, një vit me ta, edhe kanë përfundu kampionatin, po në vend 4. Kjo të regon çfarë zhvillimit ka futbolli në Shkodër, çfarë potencialesh ka futbolli në Shkodër. Pra, meti një formacioni tanë në Ajaço, pjesa më madhe shkuan në Gjermani, u rikthyme, 4 vetë kanë qenë pjesë të formacionit. Disa nga emrat e atij Brezi, që në farë mënyrë njihen, por një grup që ishin me ekipin, ato që mbeten dhe ato që u rikthyen, sepse pas rikthimit pati dhe ndryshkimi, pati dhe masa. Bushati, Shpuza, Gruda. Bez fjalë, po e nisim nga ato që kanë qëndruar. Që kanë qëndru këto. Bushati janë Bushati, Gruda, Shpuza, portieri NATO. Bez fjalë për Zamir Shpuzën, Zamir Shpuza. Gilman Lika, vëllezrit Gruda, po thush i gjithë formaciona kthy, vetëm mos gabojmë Serdedja, Alban Noga, dhe 2 lojtarë të tjerë tash se po kujtojnë gjithë. Pra 4 vetë, 5 vete Nako ka qëndruar. Nako ka qëndruar. Portieri. Po të thash nga 18 vete që ishin, 4 vete janë kthy. Edi Martini ishte me këtë brez? Në të kohë, si ishte në ekipin e Vllaznisë, ishte i ri shumë. Kur rikthyme në Shkodër, pra siç thash, afrohe këto. Po afrohen të gjithë këto. Këtu tash më ka met një peng që kisha zgjedh drejtimin e ekipit, me thënë drejtën, me që ishte Brezi im. Ishte momenti më i bukur, edhe asnjëherë mandej se mora iniciativën më që ta drejtoja një herë, me qenë se ishte Brezi që kisha punuar për 4-5 vite. Drejtuesi i klubit keni pasur në dorë mundësinë për ta emëruar veten. Por tashme prapa duket se vjen pengu. Metet një peng sinqerisht për të provu veten me atë brez futbollistash të mrekullueshëm, që kisha punuar rreth 4-5 vite, dhe kanë Brezi më i bukur që për mua, që luajti me Vllaznin për disa vite rresht. Edhe Edmir Bilali më kujtohet. Bilali nuk ka qenë faktikisht, ka met Bilali atje, nuk ka qenë kondicion. Po Bilali ka met, po, është e vërtetë. Ka mbetur në Gjermani, po më kujtohen emrat. Po, kanë met për thash rreth 12-14 veta. Pra ishte e bukur, pra pyetja që bani mua Federata Shqiptare e Futbollit ishte çfarë do bëhet me Vllaznin
Edhe ne me herë ishte në pikë pyetje me gjithë me këtë. qenë se kishte me gjithë formacionin. Edhe po të them që është e vërtetë kjo. Mas që marrë kampionati, Vllaznia zoni vend 4. Me këtë Brestri, duke pas si dirigjent Serdeden dhe disa lojtarë që kishin met nga Brezi Kalum. Kështu që kjo ishte periudha. Trajner i ekipit ishte Në atë kohë ishte Aseda Fizi, kur u rikëthyme, vume Farid Ragamin. Atriti tentoj për të punu në Francë. Kështu që mas një vitit e gjys, e kuptova që unë nuk mund të isha ma drejtuesi i klubit Vllaznia. Dhe përse kuptuat? Vetë në aspektin personal në vendim natyra ime është pak apo edhe është mirë. Ndonjë nxitje. Nuk do nalem të nxitjet ekzistojnë, por unë do nalem të gabimet e mia, bile edhe ndryshimet që pa ta bë mas 2-3 viteve që kriju me klubin e futbollit Shkodra ishin këto arsye, sepse unë kam pas dëshirë të punoj me mendimet e mia, me aftësitë e mia, me mënyrën time, dhe me thënë drejtën nuk kam pranuar për asnjë moment me më diktu në punën time. Ndoshta dash me kanë pak më tolerant, më bashkëpunues. Këtë e kuptoj një defekt dhe është mirë mi kuptu një defekt dhe veta. Dhe kam shku në shkollë Xhelatin Fishta, por më njëherë prapë më erdhi një kërkesë për të shkuar në Laç. Edhe atje kam marrë disa futbollistë nga tri nga Shkodra. Që ishin? Shlaku, Gjuzi, Karsa Fetosja, Pierin Martini si portier. Bile atje një Sabamici, ishte një mosh mallore, bile mosh më të madhe se unë. Më thot profesor, unë tash kam filluar me lujt futboll. Sepse ata kishin Laçi dikurshë një mënyrë loje krejt tjetër. Dhe djemë të ri që erdhe nga Shkodra dhe kërkesat që vishin, pra mentaliteti shkodran, jo imi, po është burimi i Shkodrës, i Vllaznisë. Tha tani po kam kënaqësi, tha, që të luaj futboll, tha, se deri tash tha se kam një kënaqësinë të luajtërit futboll. Dhe aty është njëjti fenomen, përsëri për fajin them që nuk kam pranuar me diktu as formacionin asgjë. Dhe aty kam pas marrësa shumë mira nga presidenti që u quajtën atëherë sponsori Ram Geci, dhe kryetari i bashkiet ka qenë një Zev Gjoni, një Zev Gjon tjetër. Jo ai boksit. Jo ai boksit, por dy njerëz të mrekullueshëm që kur unë u largova, ata me shumë keq dashje e pranuan largimin tim. Nuk kam ndaj 2 ditë shtëpi, ka ardhur Beslidhja, kur Beslidhja me thënë drejtën ishte në momente shumë të kritike në kategorinë e parë, po bite nga kategoria. Në atë kohë kur ju drejtuat Laçin, presidenti ishte Pashlaska? Jo, Ram Geci ishte sponsor. Sponsor dhe kishte bashkia. Ram Geci, bashkia, po Ram Geci ishte sponsori kryesor, bashkë me Zevgjonin sekretar bashkiet, 2 persona të mrekullueshëm, i bashkëpunuar, dhe kam marrë në Shkodër, mas 2-3 ditë më kanë bëj ftesë me shku me drejtu Beslidhen, kur Beslidhe po thosh kishte ra prej kategorie. Megjithatë, unë shkova punova 3 muaj, jam rikthyer në Shkodër dhe kam kuptuar që unë duhet të ndroj drejtim. Dhe kena krijuar, sepse kam krijuar, një ndërta jeni dhe ju, dhe shumë bashkëpunëtorë tjerë, mendova të krijojmë një klub të ri privat, është klubi i parë ndoshta në Shqipëri, në 96-ën, që u kriju klubi i futbollit Shkodra. Iniciativë me të vërtet interesante dhe shumë domethënëse, është vërtet Taj Pjani që është iniciatori, themeluesi i këtij klubi. Kam pas fatin të jem pjesë e grupit, organet drejtuese të klubit, organizimit, madje fotot dëshmojnë që unë kam drejtuar edhe mbledhjen e parë të grupit të kryesisë në është ba një lokal në pedonale, tash se kam parasysh se ku është, po e themi pa deshët të kalojmë reklam, ku është sot Fontana, ka qenë lokali i presidentit të parë të klubit Shkodra, Guido Kakarici. Respekt për Guido Kakarici, një shkodran, qytetar shkodran, me të vërtetë shumë i njohur, që kontriboi. Tek lokali i tij u zhvillua mbledhja. Unë dukem në foton e filmimit duke drejtuar mbledhjen,
por të parishëm janë figura. Ka qenë një organizim i shkëlqyshëm. Mund dalë pak të këj moment sepse... Mendo Dërguti ishte një përfaqësues që erdhi u bë pjesë e klubit futbollit Shkodra. Tash me vonë Ndrajedu proceduar në banesën e fundit me shumë respekt, një nga rektorët që ka kontribuar në vite në universitet, ishte pjesë edhe i angazhuar me shumë dëshmërsi. Në formimin e klubit Shkodra. Kryetari i Këshillit Bashkisë në atë kohë. Këshillit rrethit Shkodër. Rrethit Shkodër. Ali Kazazi. Jo, ka qenë një tjetër, tash s'po kujtohet emri, edhe një figurë e shquar e asaj kohe. Zë Bushati? Nuk do më kujtohet rrugës dhe krahas tyne, pra siç ishte që pranoi Guido Garriçi për të marrë drejtimin si president i klubit futbollit, ishit ju, Skënder Bilali dhe shumë emra të tjerë. Bile për të kriju këtë klub duke nis nga tradita e dikurshme e shoqatave sportive në Shkodër, atë kohë ishte edhe Ernest Helepjani. Keni shku ju dhe i keni marrë firmën në shtëpi për formimin e këtij klubit. Kështu që ka qenë një organizim me figura, me emra të futbollit, Fatmir Paçrami në atë kohë, edhe aty mu rrugë për herë të parë në vitin 96 krijimi i klubit futbollit Shkodra dhe nga ai vit dhe sot e kësaj dite që shumë klube private edhe kanë dështuar, ne për asnjë moment nuk u shkputme nga futbolli deri në ditët e sotme. Biles, kena marrë pjesë se fillimisht nuk kena fillu me moshat, kena punu për 3-4 vjetë vetëm me ekipin e rritur. Me njerë kena dalë nga kategoria 3, janë shkrimet tuja në gazetën Sportin atë kohë. Nga kategoria 3 kena dalë në kategori 2 me golevrazh 25-1 dhe më njëherë kena kalu në kategori 2. Kjo nuk është merit e klubit Shkodra ose njëmja ose dikuj tjetër, është merit e këtij qyteti. Disa nga bashkëpunëtorët në kategorinë 3 Elber Zani, Kujtim Çelepia, Duka, 2 Duka kam pas, shumë emra tjerë tash, më thënë drejtën që nuk po kujtohen, por ka qenë i futbolli, pse jo edhe i lagjeve, që ka qenë shumë i zhvilluar, futbolli nëpër lagje, edhe thash është merit e këtij qytetit që e don aq shumë futbollin, lozin aq shumë futboll, dhe më njëherë kaluam në kategori 2. Dhe nga kategoria 2 përsëri mëna vitit, në atë kohë u shkput Guido Garriçi, drejtimin e mori Milan Vaso, një figurë e shquar e futbollit shkodran dhe shqiptar. Shumë respekte për figurën Milan Vaso, sepse e kam prejtur atë kohë dhe i ka qenë shumë i përkushtuar. Ka qenë një bashkëpunëtor. Ishte një njohës i mirë i fushës futbollit, por edhe një menaxher në aspektin një dashamirës, një njohës e buxhetit të biznesit të kontributit për ekipin e Shkodrës. Klubi mori tjetër shtytje nga emri Milan Vasos, nga mbështetja Milan Vasos. Dhe sidomos bashkëpunimit me Malin e Zi, me ekipet malazeze, ndeshjet miqësore përgatitet atje, fal njohjes dhe miqësisë që kishte zoti Vaso. Të lozim në stadiumin Qemër Stafa në atë kohë me Kasteotën e Krujs për dalë në kategorinë e parë për në Super League mbas 2 vjetëve. Super ndeshja ajo që kena humbur 2-1 në stadiumin Qemër Stafa, pra stadiumin atë kohëshëm që është sot Albania, edhe nuk fitu me drejtën për të luajtur në kategorinë e parë të futbollit shqiptar. Ishte një moment i kulmor. Një barazim e nxjerrti Shkodrën. Edhe barazimi. E barazjartë Shkodrën, kështu që ajo që një goditje faktikisht kalu me një periudhë delikate. Mbaj mend me arbitrin kryesor Albana Jankun. Albana Janku që sa herë që e takoj ka metë edhe mu peng. Edhe ja u qeshja kujtoj atë ndeshje, sepse kishte edhe ajo pjesën e vet të mos dalësh. Me pak dashamirësi nga Janku, Shkodra mund të ishte në Super League. Me të vërtetë ishte një moment shumë i bukur, sepse mund të bëte qyteti jonë me 2 ekipe. Por përsëri nuk u tërhoqme, dul një figurë tjetër për të mbështet futbollin, Gojko Jaku. Këtu ka qenë një periudhë më të vërtetë interesante, metet sa enigmë, sa dhe bukur, sepse ekipi i Shkodrës në atë kohë, ndërmjet
mundësive ekonomike, financiare, sepse ata luajnë rolin kryesor për formimin e një skuadre. Mori shumë lojtarë nga ekipi i Vllaznisë, të fillu nga Alban Noga, Zmijani, Gruda, Jahja, Kraja, pra u mori një kontingjent. Kreshnik Osmani. U mori një kontingjent i mirë, mori me edhe një lojtar nga Beslidhja, Krujen, portier mori me Arket Krujen, mori me portier nga Borrelli, Ramen, edhe u bë një ekip model, bile periudhën përgatitore ne kena bën Cetinje. Edhe kena zhvilluar disa neshje gjatë asaj kohe në Malzi, edhe skuadra bën një paraqitje jashtëzakonisht mirë. Portieri kthejmë me drejtimin e Milan Basës një neshje në Zeta, që Zeta në atë kohë po u ngritë si ekip. Kena marrë një barazim 1-1 dhe golin e ka shënuar Egoen Vaso, golin e barazimit. Ndërsa në periudhën tjetër me Gojkon, kam qenë prezent në të ndeshje në Zeta. Po. Edhe që një ndeshje shumë e bukur, pra ekipi gjithnjë po rritë vlerat e saj. Dhe pra më rikthim me ardhen e Gojkos, ne grumbulluam në Cetinje, bile u bëm një ekip me të drejtën me pretendime, me autobus, me gjitha infrastrukturën që do të kishte një ekip, përveç që nuk kishim fush. Dhe jena rikthy, kena bën një ndeshje me Deçiçin, edhe atë e fituame, po Deçiçi në atë kohë nuk kishte ky Deçiçi i sotshëm. Dhe në ra ndeshja parë për Kupën e Republikës me Vllazninë e Shkodrës. Pra, do lutë Vllaznia me Vllaznin, po tush. Jehon e madhe ka qenë profesor, kam qenë dëshmitar i komenteve mediatike. Jo keni jo vetëm dëshmitar, po jeni edhe pjesë, si thash, e stafit, keni përjetuar ata momentet e vështira të asaj periudhe. Tension shumë. Ka qenë një tension jashtëzakonisht i madh, përderisa dhe ndeshja parë që do ta bashim pra në fushën tonë, por ne nuk kishim fushë, do e bashim në stadium, nuk na hapën dyert e stadiumit. Ashtu një ndërhyrje nga lart, më ardh pjesëtar të qeverisë. Në atë kohë ishte Boriçi, kryetar bashkie. Bari Boriçi, edhe më në fund u hapën dyert e stadiumit. Ka qenë një ndeshje me vërtet emocionale. Plot stadiumi. Stadiumi ka qenë plot si asnjëherë. Edhe pjesa parë vetëm Vllaznia u ndëgjote bërritme në shkallët e stadiumit. Dhe për çudim pjesë dytë ai publik bërtite Shkodra. Pra ka qenë një ndeshje shumë me emocion, një ndeshje që u mbyll në rezultatin 0-0. Metet në ndeshjet e bukura që unë këte kam pas jo për të mposhtë Vllaznin, po për ta bërë qytetin tonë me dy ekipe, sepse konkurenca, gara e rrit cilësinë, potenciali në Shkodër është i mjaftueshëm jo për dy skuadra, por edhe më shumë se e tregon vetë shtrirja që ka gjithë futbollistët shkodran në gjithë Shqipërinë. Edhe këtë metet një peng. Pra kjo ka qenë qëllimi për hir të potencialit. Dhe mos 2 javë që do bëhet ndeshja e kthimit, unë nuk e kam kuptuar as sot e kësaj dite. Presidenti Gojkojaku në atë kohë, po thoshte rikthej të gjithë ato lojtarë që kishte marrë në Vllaznia, i rikthej prap. Ishte drejt atij. Me premtimin që do ju bim lojtar të ri. Pra, bile i dhame edhe Alket Krujen, që ishte lojtar që i kishim marrë në Lezhë, që do qoftë u luajtë edhe ndeshja e dytë, u fitu normalisht nga Vllaznia 3-0, por nuk metet peng rezultati mes Vllaznisë dhe Shkodrës, po metet peng që nuk u bën një skuadër që ajo skuadër do të bante se s'ban pjesë e nivelit lart të futbollit shqiptar, dhe pastaj do të udhëtoshin të dyja njëra mbas tjetrës, si një motër e vogël do ishte kjo Shkodra për Vllaznin. Opinioni publik, tifozëria e asaj periudhe e mban mend mirë këtë duel mes Vllaznisë dhe Shkodrës. Aso kohë Vllaznia kishte për president Beftar Çelen, një emër shumë potent, i cili e ngriti Vllaznin në nivele të larta, kampion e Shqipërisë, por rivaliteti ajo me Vllaznia Shkodra u ndje për momentin, pastaj gjërat edhe u rregulluan dhe siç thatë ju, patjetër, u normalizuan nga ajo xhelozia, ashpërsia, vijoi pastaj një bashkëpunim me afër. Beftar Çela ka qenë një njeri mrekullueshëm. Do të thotë bukur, edhe mbas kësaj
që unë do merrem vetëm me anën sportive, në pjesën tjetër më takon më marr. Dyrët e mëdhtarçes kanë qenë të hapura gjithmonë për mua. Unë kam luajt edhe më vonë me uniformat që më jepte mëdhtarçela nga vllaznia me luajt sepse ne nuk kishim mundësi pastaj se mas atij rasti normalisht që nuk shkon punë të mirë. Kështu që ai ka kënë një mbështetje e fuqishme jo vetëm e vllaznisë, por edhe Shkodrës, e Veleçikut. Ai ka qenë njeri i sportit, një njeri me zemër të madhe për futbollin dhe ka qenë një humje shumë e madhe rrallë parë për te, por edhe për futbollin shkodran. Për shumë dhe për familjen. Për familjen rrallë parë, për vete, për futbollin shkodran ka qenë një humje shumë e madhe. Vllaznia ishte e panalshme me mëdhtarçelën. Mirë, kujtuam atë moment sepse shkodranat e mbajnë mend mirë atë duel vllaznia derbi, janë mushur faqet e gazetave. Derbi Shkodran, vllaznia Shkodra, Shkodra vllaznia, barazim në ndeshjen e parë do të thotë shumë. Përballë një vllaznie të madhe, me një president famos si Mjosarcela, Shkodra ndali me barazim në stadiumin Loro Borici. Por se të qoftë ishte një përvojë bukur që në vazhdimsi, edhe pse nuk u vazhdua në ato nivele, ju patët angazhime tjera, sidomos me ekipe zëngjirë, po asnjëherë duke mos e larguar atë dëshirën, tentimin, atë lakmin për të luajtur me një ekip të parë në kategorinë superiore. Gazi, metet një ndër pengjet e mia të parritura njeriu edhe shumë gjana nuk e bën ashtu si duhet, por ekipi i dytë në Shkodër është një domosdoshmëri. Është një domosdoshmëri edhe për vllaznin, edhe për potencialin që ka qyteti, jo vetëm qyteti jonë, po të gjithë rrethinat e gjithë kjo zonë e madhe ka shumë futbollist. Tentuame përsëri, edhe përsëri mund delishim sepse u detyruame me fillu nga kategoria 3 se u shputme, duke u shput disa vite, humbshe drejtën e kategorisë 2, e filluame nga kategoria 3, bambe përsëri një ekip shumë simpatik, por ndodhi një ngjarje atje që do delte se s'ban Partizani, neshe me Partizanin në Tiranë, në fushën Skënder Halili, edhe aty njaftonte një barazim, por me thënë drejtën, kisha vetëm një shoqënues me veti që unë kam pas gjithmonë bashkëlltar të karrierës time sportive, Armir Grimen, i vetmi që na shoqëronte në atë kohë. Edhe Partizani ishte me gjithë stafin që ka sot, stafi i Partizanit, edhe do ta zjarrshin ata në kategori 2, dhe doli faktikisht kategori 2, edhe ne u dënuam ndoshta të detyruam thojza nga një sjellje shumë korrekte në fushë. Dhe aty u mbyll në atë kohë cikli i ekipeve të rritura, që gjatë gjithë kohës më ka ngacmuar, më ka integruar për me bën një ekip të rritur. Ky të boshtek, me thënë drejtën, mas viteve 2000 e deri sot e kam plotësuar me ekipet e moshave, edhe aty tham se kena bën diçka të mirë për futbollin, jo vetëm shkodran, shqiptar. Jo diçka, jeri shumë modest në rrethimin tuaj, por nëse ka një klub që ka bërë mirë me futbollin e moshave dhe ka punuar në prodhimin e talenteve të futbollit, është klubi futbollit Shkodra, këtë duhet ta pranojmë, flasin faktet vetë. Kjo është një veçantë e padiskutueshme, sepse nga duart tuaja kanë dalë emra potent, të cilët kanë furnizuar vllaznin, kanë furnizuar kategorinë e Superligës të futbollit shqiptar, pa llogaritur kategorinë e parë dhe të dytë, ka furnizuar kampionatet e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut, apo edhe kampionate me emër në Evropë deri tek Seria A, patjetër edhe kombëtar në Shqipëri. Është një listë gjatë me emra që kam parasysh një përvjetor të 20 që ju organizuat në mënyrë tepër festive, të jashtëzakonshme dhe tepër zyrtare, ku pranishin figura të mëdha së bashku me Armando Duque në kreun e FSHF-s, aty u bë një panoramë e jashtëzakonshme e talenteve që kanë dalë. Një foto qendrore që qëndronte në ballë të ambientit, kur zhvillua takimi, ishte dëshmi e atyre emrave që kanë dalë dhe një pjesë e tyre vazhdojnë të jenë aktiv. Mi bën një përshkrim. Nga që me që... Jo të shkurtë, këtu do të dalim me shumë, se këtu është baza, kjo është suksesi dhe është një model i asaj që
Edhe ato që po na ndjekin kanë interes. Me qeni sinqert të Shkëndin, më ka thënë një njeri Ardian Arra. Ai ka qenë një mësues, një profesor, një mjeshtër i mënyrës së interpretimit dhe nxjerrjes talenteve. Është i pari që pa të fillu me disa ekipe zinxhir, edhe në një bisedë me te, kur e shikosha duke stërvit fëmijët e vegjël, një Xhavair Sukaj, janë prodhimi Ardian Arrës dhe shumë të tjerë. Që ne fushat tek shkolla Ndosmazi, aty janë kryesisht janë servitë. Pastaj pat kaluar te Zmijani, edhe në bisedë me te, duke bisedu, me ngacmoj idenë që tash jo se të shkëputeshim ekipet të rritura, po të krijoshim edhe ekipet zinxhir. Edhe ai ishte Shkëndia e parë. Dhe me të thënë drejtën aty kena punu me shumë pasion, me shumë dëshirë. Ju përmend të 20 vjetorin, unë do t'jap një rast kush i çova ftesën presidentit Federatës Armand Duga në Federat, edhe nuk reagoi fillimisht pozitiv. Ishte vitori një klubi privat. Unë kisha marrë disa incizime të futbollistëve që i kishin dalë në breze, që i kishin deklaru, që i kishin dalë nga Akademia Shkodra, edhe i thasha mundesh me një gjuhë, ishte Vajushi, ishte Guri, ishte Antonio Marku, ishte Kruja, Elsejt Hysen nuk pat me mundësi të i merrem një intervistë me za, po për këto që ishin në Shqipni, faktikisht nuk ishte informacionin e dur, ose nuk ishte informuar drejt. Tha, pse tha nga klubi Shkodra ka ndalë këto, është një gjë vetë, ata deklarun vetë me intervistet e tyne, dhe unë do vetha. Edhe me thënë drejten ishte një vlerësim i punës tonë, sepse ishin disa emna që kishin hedh hapet e para të futbollit te klubi Shkodra, dhe pastaj u bënën pjesë e vllaznisë, e kombëtares. Po marrëm me Elsejt Hysen. Ka fillu futbollin qysh moshën 8 vjeç, dhe 14 vjeç është largu për në Firenze, ka luajt me një periudhë shumë shkurt e Fiorentina, dhe pastaj ka marrë Empoli, që ka një shkollë e madhe e futbollit, dhe u bë ai që u bë. Pra, hapet e para i kanë hedhë, edhe emrat pa që ju përmenda, i kanë hedhë pranë klubit të futbollit Shkodra. Unë këte krahas punës që kena bë, vlerësoj edhe dashamirësinë e prindve e qytetarëve shkodran që ne kanë besu fëmijët për t'i zhvilluar jo vetëm nga ana sportive, por nga ana edukimit, e disiplinës, e vetbesimit, e formimit tyre, por pse jo, u bën edhe futbollista me emën që po lozin brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Akoma janë aktiv në fushën e futbollit, duke përfshirë edhe një brez tjetër të dytë, që doli nga klubi i futbollit Shkodra, kam parasysh këtu Marcelino Preken, kapitenin e skuadrës së Partizanit, apo Aleksandër Trumçin që luan me Shkëndin kampione të Maqedonisë. Janë emra që mu me të vërtet. Ajo që thatë me herët edhe Antonio Marko që po luan në Kosovë dhe u shpall kampion për para 3 ditësh me Drenicën. Për gjithë të emra që përmendën ju, pavarësisht se është djali jot, për emra të tjerë, mu më krijojnë emocion, sepse është shpërblimi më i madh që duhet me pas një trajner. Unë kam edhe bashkëpunëtor të tjerë në klub, nuk jam vetëm, por kur një këto emra dhe kur një karrierën e tyre, me të vërtet vlerësohesh shumë nga ana morale, edhe merr, ju thot pak më parë për moshën time, mu këta emra dhe emra të tjerë që kanë dalë dhe do të dalin, mu nuk më lajnë mu largu nga fusha. Ana shkaluam edhe Smajlin, i cili luan tek Ballkani, dhe Smajli me stadion është i dal nga. Unë po të përmeni këto emra që përmend ju. Aleksandër Trumçi është një fenomen për mendimin tim. E filloi futbollin vite nga bardhajt, 8 vjeç, mund të ndalte në disa fusha para se më ardhte Zmijani, por e kishte disa acione aty. Dhe deri në moshën 18 vjeç, ai nuk ka shkputur për asnjë moment nga klubi Shkodra. Se ka lojtarë tjerë që kanë shkputur moshën 16, 15. Ky ka qenë besnik klubit ton. Kaloi një periudhë një vjeçare me Veleçikun. Po përpara se me shku Veleçikun, ne kena pas disa, edhe kena marrëdhënie shumë mira me futbollin italian, me disa menaxher. Kisha shumë dëshirë këtë sportist se e disha cilësitë e tija për t'i dhënë një shtytje. E çumë në Itali,
bile është diçka shumë interesante. Miku jem Andrea Ligobu, i cili ma kishte marrë përsipër për me qu me vëzhgu, i nisi videot, edhe kur ka dal me prit se ka shku me traket, ja duk shumë i vogël. Edhe merr mund telefon, thot, mos m'ke nis në i tjetër në vend ti. Sinqerisht po. I thom, video që të kam nis, kë është. Në nesme kishte mu testu dhe merr përsëri nga shkallët e stadiumit ku po e shikonte. Jo marr tha, po m'duket ndryshën fush tha. Trum që pra ma trupin e imt, po me vlera të jashtëzakonshme sportive, shkoj me lujt në Ballsh, edhe sot let me Shkëndinë e Tetovës. Tentoj Vllaznia, tentoj vitin e kaluar Vllaznia, shumë ta kishte pjesë të saj, po nuk u di çfarë bëj pengesë, por Vllaznia këtu kishte mund ta mbante si Trumçin, mund ta mbante si Preken, apo edhe të tjerë që kanë dalë. Marcelino Preka, pra janë lojtarë që po lozin në nivele shumë të larta, do të ishin pjesë e Vllaznisë. Trumçi, Preka. Marcelino ka edhe një moshë të vogël, kishte kaluar 1 vit, 2 vit në një ekip tjetër, me i periudhë shumë shkurt, ai e tregoi veten se nga pjesa atletike dhe fizike ishte jashtëzakonshëm, por përfitoi shumë edhe në aspektin familje sportive kur jashtëzakonshëm, kemi parasysh se me kapacitet fizik. Është nipi i kampionit të madh të mundjes së Det Bregu, apo nipi i Vera Bregut, atletës së famshme, rekordmene. Ishte natyral në aspektin fizik, i papërmbajtur me kërceshmëri, një djalë i bukur në paraqitje si futbollist. Edhe të më ka met një peng, sepse ne tentume me qume në Itali në Spal, përsëri me këtë mikun ton, por ajo që më ka met peng, sakrificë që i bani jati, lidhe që i kërëj Rudi me ekipin Porto në Portogali, ishte dhe koha Covidit, në kushte shumë vështira jati arriti me qu deri në Portogali. Atje Marcelino fitoi drejtën, ishte 17 vjeç, por do të mushte moshën për të largu, u rikthy këtu me drejtën për të shku, pra të fitosh drejtën të ekipi Portos, për të bërë pjesë ekipit, ishte diçka fenomenale, sa dhe Eduard Abasi jeton në Portogali, më ka shkruar dhe më ka thënë për paraqitjen e Marcelinos. Jam në deri se është një mik i përbashkët yni. Me të thënë drejtën. Përshëndesim edhe Edi Abasin në Portogali, sepse është dashamirës, është një nim Shkodre. Shumë dashamirës. Lojtari kombëtar i Shqipërisë. Kësaj dite rrym marrëdhëniet me Edin. Edhe ai ka dy djemt me sportin, por Marcelino u rikthy këtu me idenë, me porositë që na dha menaxher dhe porte që të punonte në mënyrë individuale dhe mas një vitit të shkonte përsëri në Portogali. U bë një ftesë nga Ballshi. Me thënë drejtën, kena pas i vjetë debat që mos me e qunë në Ballsh, me pritë edhe një vit me shku në Portogali. Shkojmë në Ballsh, aftësitë e tia, kapacitetet e tij nuk u nalen asnjëherë, megjithëse ka pas edhe dantime tjera. Dhe sot është pjesë kapiteni i skuadrës me Partizanin, pra ishin pa diskutueshme ardhmë me tij, duke pa aftësitë e tia individuale, dhe sot është pjesë e Partizanit. Po të njëjtën gjë, Ali Voda është pjesë e klubit Shkodra. Nuk e cekën po. Let në Arabi, Smajli, let të Ballkani, pra është një brez tjetër që pa dashme mund të kem harruar në Çardaku, Fangaj, ka qenë pjesë e klubit Shkodra, që let sot me pra çfarë them, është një sa që me të drejtën statistikat tregojnë që për zgjedhjen e talentave si akademi konkurroj me klubet më të mira të futbollit shqiptar. Mirë, kjo është një anë shumë pozitive dhe të vlerësuese, por ne në këtë momente do të ndalim tek një episod tjetër, tek një emër tjetër i stafit tuaj, apo edhe i familjes tuaj, me fjalë për Rudi Piranicin, djaloshin e vogël që luajti që në hapat e parë si futbollist me klubin Shkodra, dhe shumë shpejt parapëlqej që të largohet nga fuça si futbolliste dhe me trajnimet e tij të përkushtuara deri në nivele të larta tashmë me kategorinë UEFA Pro, më e larta e një trajneri shqiptar, është krahu i djathtë juaj, profesor, kënaqësi e veçantë për që Taji Piranici dhe Rudi Piranici, babë dhe djalë, drejtojnë klubin e futbollit Shkodra, ku suksesi më i fundit është përpara pak ditësh kur ekipi U15 u shpall kampion i Shqipërisë për U15-ën. Është pak e vështirë me fol për fëmin tanë, për djalin tem, Rudin, por unë kam pas një bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm,
në këtë rrugtim që ka bërë klubi Shkodra, me gjithë këta emra që pavarësisht në një moshë shumë të re, edhe ai me vështirësi u largu nga futbolli, por unë i kam thënë Rudit kështu që Rudi, unë nuk pranoj që ti të bësh një lojtar mesatar, o do të jesh një lojtar i nivelit të lartë, ose do shkputesh nga futbolli. Nuk e di e më dhe mund të bëte, por unë e kam shkputur nga futbolli, në moshë shumë të re. Ja keni dhënë drejtimin edhe e kam majt afër, dhe nëse unë thash përveç dashurisë, pasionit që kam për fushën, për futbollin, është edhe Rudi një shtys që më ka majt ka gjatë dhe do vazhdojnë të majnë, tash unë si bashkëpunëtor i tij në fushën e futbollit. Ja keni lënë drejtimin Rudit tash normalisht që ka treguar ai vlerat e tija, unë siç e thash përpara, për çdo trajner përgatitia e tij e profesionale është e rëndësishme. Edhe Rudi e ka arrit me bë të gjitha kurset që janë bë, bile duke kaluar edhe te specialitetet tjera që janë shërbim futbolli, siç është atletika. Pra çdo i kam thënë që nëse do më formosh nga ana profesionale. Madje për vlerat e tij që ka treguar në trajnim e klubit Shkodra, ka pasur vlerësim edhe nga Ulqini, ekipi i futbollit Otrant, që për një periudhë kohe ka bërë 2 detyra. Përfundonte seancën në Shkodër dhe udhtonte më njëherë në Ulqin tek skuadra tjetër. Edhe kjo është një pjesë, faktikisht miku jem Armir Grimaj, shkpute nga vetja që fluturojnë vetë, edhe murri te Vllaznia, se ishte mirë në atë kohë në drejtim të klubit Vllaznia. Muri drejtoi ekipin, punoi mjaft mirë, nuk e di, mas një vitit u desh me liru vendin dikujt tjetër. Edhe ky ishte momenti që në këtë liri që mori Rudi, thash nuk do ta moj më këtu, do shkoj në Ulqin. Me që përmendën Grimin, shikoj se hera se del në dritë në skenë emri i tij, duket se ka qenë një pasionat, një dashamirës i karrierës tuaj sportive dhe i ecurisë tuaj. Unë përmend edhe disa emra të tjerë të futbollit shkodran, figurat të mëdha të futbollit, siç ishte thash Ragami, Bizi, Zhega, por një ndër ta ish futbollisti jemi, kampion i Shqipërisë me ekipin e trive. Por asnjë moment është interesant, kena qenë bashkëlltar, duke diskutu, duke mbështet njëri tjetrin, dhe sot e kësaj dite, dhe mbetet me të vërtet për mua personalisht, por kjo ka të bëjë me edukimin familjar. Unë e kam përmendur dhe do përmendi, sepse lidhja e një trajneri të moshave është lidhur shumë me marrëdhëniet që ka me prind, do të jetë një lidhje shumë organike për me dashur me funksionu kryesisht për aspektin disiplinës, edukatës, punës, sepse janë profesionale, se edhe këtu është një defekt i madh që shumë prind tani po bën edhe menaxherë edhe gjys profesionista që nuk është normale, por i njeri babai i mirit që është fillim, unë kam pas një bashkëpunëtor të mirë për të mbështetur mirin në rrugtimin e tij, në aspektin e disiplinës, të edukatës dhe të formimit të tij, dhe kjo ka qenë ajo që thatë ju, kam qenë bashkëlltar të njëri tjetrit. Me që përmendet edhe babain e mirit, unë kam një njohje, sepse jo vetëm për gjithë publikun shkodran e mbajnë mend me shumë vëmendje dhe me shumë respekt. Printe Armir Grimës, babai i tij Not Grima dhe nëna e tij Shaqja, kanë qenë sistematikisht në tribunën qendrore të stadiumit Dorobriçi në çdo ndeshje, non stop, kur Miri u rrit në potencën e portës, kapiteni i Vllaznisë dhe u shpallën kampion. Kampion e Shqipërisë. Ashtu kohë ju keni pasur raporte të tjera, siç kanë prindrit me trajnerët që edukojnë fëmijët e tyre. Më intereson shumë kjo, për ne ngula kam tek marrëdhëniet e mia që kanë shkak prind, edhe kështu do të jenë të gjithë, edhe kemi edhe prind të tjerë që bashkëpunojnë, janë kontribues bashkëlltar për djalin e tyre me drejtuesin e sportit. E pash edhe në festën, në suksesin e fundit, se unë isha i pranishëm në ndeshjen e fundit që luajti skuadra juaj U15 me Dinamo, ndeshja e fundit që u mbyll me atë super gol të Erion Variushit, që shënoi nga krahu i djathtë dhe mbylli ndeshjen me një atmosferë festive dhe Shkodra është shpall kampione. Dhe me që jemi të këj moment, doja mendimin e kolegëve të mi të regjisë të japim disa fragmente nga atmosfera e kësaj ndeshje të fundit, pak edhe nga ceremonia dhe prononcimet e protagonistëve të këtij suksesi. Drejtori i Kombëtarës së Shqipërisë, kapiteni i skuadrës, një Vajush i kenj në traditën e vajushëve të futbollit shkodran shqiptar.
Dhe mirë pas ti vjen edhe Regis Sukaj. Është mbrojtësi më i mirë, por edhe me gola të shënuar, mjaft për ekipin e Shkodrës. Kemi tashmë edhe Arjen Pacaj. Pacaj portieri më i mirë i shoqëruar, edhe me një formë të mirë sportive dhe natyrshëm që pastaj treshet e artë që krahas të tjerëve ka meritën kryesore në suksesin e ekipit, është edhe një dyshe, po aq e artë, dhe që ka meritën kryesore në gjithë suksesin e këtij sezoni, por në shumë sezone me radhë. Kujtojmë që klubi Futbollit Shkodra është një klub që prodhon vazhdimisht një fitanishtë që ka prodhuar talent, që ka furnizuar Superligën e Shqipërisë, ka furnizuar vllaznin, ka furnizuar kombëtaren, madje luajnë edhe në serina të futbollit italian. Kjo është dyshja nga familja Piranici, nuk ka ku shkon më mirë, babë dhe djalë, Tahip dhe Rudi Piranici. Rudi Piranici në cilësinë e tibonjerit të kësaj skuadre, një trajner shumë pasionant i aftë, që vazhdon traditën e babait e tij, një ish futbollist i njohur i këtij klubi dhe Futbollit Shkodran dhe natyrshëm, ai që e ka themeluar dhe ka punuar për shumë vite me shumë pasion. Tahip Piranici tashmë është në pozicionin e drejtorit teknik të këtij klubi. Tashmë është ajo që thash më herët, që është momenti më kulmor, dorëzimi i kësaj kupe që drejtuesit e klubit kanë menduar t'ja besojnë që ta marrin në dorëzim në emër të ekipit Tresha Artë që unë i përmenda më herët, Erjon Vajushi, Regis Sukaj dhe Arjan Pacaj, së bashku me trajnerin Rudi Piranici dhe drejtorit teknik Tahip Piranici, që të pesë marrin kupën në dorëzim dhe nisin festen e klubit. Urime klubi Futbollit Shkodra, urime të gjithë futbollistëve, urime trajnerit Rudi Piranici, urime drejtorit teknik Tahip Piranici, urime të gjithë stafit të klubit të Futbollit Shkodra. Ky klub që është fitanishte e prodhimit të talenteve të Futbollit Shkodran dhe atij shqiptar në tërësi. Së bashku me ekipin fitues, me ekipin kampion, KF Shkodra U15 pozojnë edhe 2 pjesë të Futbollit Shkodran dhe atij shqiptar, Hysen Zbjani dhe Armir Grima. Në emër të grupit tifozëve të vjetër vllaznis. E ftojmë dyshën Piranici, aty tek tavolina, mund ta lexoj motivacionin vet. Certifikat mirënjohje I jepet zotit Tahip Piranici, presidenti I klubit Futbollit Shkodran, për arritjen e shkëlqyre në zbulimin e talenteve të reja dhe përgatitjen e tyre si futbollist profesionist. Kjo certifikat I jepet nga grupi I tifozave të vjetër të vllaznis për jetë Çeblu. Erjon Vajushi është kapiteni I klubit të Futbollit Shkodra U15 që sa po fitoi kupën në kategorinë e parë të shmet do të luajë në Superligë. Urime Erjon. Shumë faleminderit. I kënaqur për gjithë çka keni dhënë në këtë kampionat? Po, shumë I kënaqur. Ekipi dha maksimum çdo moment, çdo neshje. Ne u paraqitëm shumë mirë. Sot ishte pak neshje, pak më dobët se tjerë sepse nga që siguruam edhe ndeshjet më përpara, edhe nuk kishim ndonjë presion shumë të madh.
Megjithatë mbyllet me gol në fundin e takimit dhe ngritet pesh entuziazmin e tifozërisë duke fituar 1-0 ndaj Dinamos në ndeshjen e fundit. Po, se ishin shumë tifozë dhe nuk erdhëm deri këtu për t'i zhgënjur. Ne donë t'jemi maksimumin edhe pse e kishim siguruar, por Ju një kapiteni i skuadrës dhe sulmuesi kryesor, por dhe goloshinuesi më i mirë i KF Shkodrës dhe të gjithë kampionatit me 44 gola. po, Ju shifër e kënaqshme. po shumë e mirë. Është një arritje shumë e mirë për mua. Kam punuar shumë për të ardhur deri këtu, me thënë drejtën, dhe ja ku jemi. Një vajush kërkon të përsërisë traditën e vajushit të mëparshëm, apo jo? Po, dhe do të shkoj më shumë sa ai, do rritë më shumë. Deri ku mendoni që do të shkojë Eren Vajushi? Do të punojmë fort edhe të shohim. Sa më shumë punojmë, aq më shumë. Vitin e ardhshëm ju pret një konkurrim me shkallë vështirësie më të madhe në Super League. Po, sepse edhe rritet edhe mosha më e madhe edhe kampionati bëhet më i vështirë shumë. Dedikim për këtë klub, për këtë sukses? Dedikim për familjen time, për gjithë stafin e ekipit e klubit futbollit Shkodra dhe në fund për veten time. 44 gola në këtë kampionat vitin e ardhshëm në Super League, synoni përsëri këpucën e ardhur. Po, me shumë mundësi do mundon t'jap maksimum. Suksese Vajush. Shumë faleminderit. Regis Sukaj është futbollisti kampion i klubit futbollit Shkodra në pozicionin e mbrojtësit të qendrës. Urime Sukaj për titullin Shumë kampion faleminderit. dhe kualifikimin në Super League. I kënaqur? Po, shumë i kënaqur. Ne kemi një ekip që qysh fillim sezonit kena përgatitur për me dalë kampion. Profja ishte shumë i gëzuar me ne. Po? Dhe ne përgatitur qysh fillim kampionatit për të dalë kampion. Kishim një ekip cilësor. Diçka të veçantë për kampionatin, cili ishte ndeshja më e bukur sipas jush? Ndeshja më e bukur ishte ndeshja me Elbasanin këtu, që fituam 13-0, ishte një luftë dhe një grind sportive. Ju luni në mbrojtje, ndryshe nga Gjovahir Sukaj, që është edhe pjesë e familjes Sukaj, që ka qenë sulmues. Përse zollet mbrojtjen dhe jo sulmi si s'ka qenë Sepse kur Gjevë? shkova në Sevilla për herë të parë, profesori më thotë herisha mbrojtës. Tashmë në Super League do të keni një angazhime dhe përgjegjësime të shumta. Jeni të përgatitur për ta Po, ne përballuar? jemi të përgatitur në stërvitin e 3 muajt e verës fort që të arrijmë prapë pse jo kampionatin në U16 Super League. Sukaj, kjo kupë sotme që fituat me klubin tuaj që keni edhe në dorë, ka ndonjë dedikim për këtë shkon? Kjo shkon për familjen time që ato më japin kuraje që të stërvitem dhe të vazhdoj sport. Se ko dakle se keni vuajnë, keni vukën më vuajnë. I ka dal hija. I ka dal hija. Familja... Prit. Regis, Po. Regis Sukaj, kjo kupë që keni në dorë që sa po e fituat, për kë shkon, ka ndonjë dedikim? Kjo shkon për familjen time dhe 2 personat që ne stërvitem për çdo ditë. Familja ime me motivim dhe kuraj që të stërvitem për çdo ditë. Dërku synon Sukaj të mrij në karrierën sportive? Deri në futbollin elit shqiptar dhe pse jo më shumë. Suksese Sukaj. Shumë faleminderit. Arjen Pacaj është gardiani i klubit të futbollit Shkodra për kategorinë U15. Urime për këtë kupë, sa po fituat. Shumë faleminderit. Arjen. I kënaqur? Shumë i kënaqur si të gjithë. Në këtë sezon keni bërë ndeshjet e plota, keni qenë në formacion gjatë gjithë kohës. Plota. Dhe sipas trajnerit Piranici keni pësuar shifrin më të vogël nga gjithë portierat e kampionatit, apo jo? Po, kjo është një merit e personit normal, edhe gjithë skuadrës. Për sa vite që jeni pjesë e klubit Shkodra? 2 vite. Dhe në 2 vite më njëherë arritet tek suksesi tek fitoria e trofeut. Menimin e personit të gjithëve, normal, një person që punon gjithmonë shumë fort, të ndihmon të gjitha, arrin që të bësh gjithë çfarë fare të duash me te. Cilat janë ëndrat tuaja për vazhdimsinë? Unë shpresoj që të luaj në një kampionat të jashtëm. Prezent në dorëzimin e medaljeve ishte edhe ish portieri kampioni i Vllaznisë Armir Grima. Mendoni se i keni marrë diçka atij? Shpresojmë, nuk e dim.
Çfarë mendoni që mund të keni marrë Grimës apo një portier tjetër apo kuj dëshironi të ngjasoni në futbollin shkodrandat e shqiptar? Mua si portier më pëlqen Manuel Neuer, gjithmonë e kam pasur idhull atë. Shpresojmë që të bëhemi si ai. Një pyetje që e bërë edhe kolegëve tuaj, kjo ku për ke shkon? Normal për familjen time dhe për personat që kanë punuar gjithë vitin fort për ne, për të dalur kampion, dhe kjo normal puna, ndjesha dhe sakrifica gjatë kampionatit do shpërblye. Suksese sezonin e ardhshëm, se ju pret një punë edhe më e vështirë. Shpresojmë që të ta bëjmë përsëri, si e bëjmë si mjet. Suksese. Shumë faleminderit. Në suksesin e klubit të futbollit Shkodra për kategorinë U15 që sapo është shpall kampion e Shqipërisë, padyshim që merit të veçantë ka dhe trajneri Rudi Piranici, i cili mund të themi ka meritën kryesore. Urime Rudi. Faleminderit për urimin. Është një punë disa vjeçare me këtë grup, cilën nuk është rasti i parë që marrim kupa dhe trofe, por kemi pasur raste të tjera në përtërën e jashtë Shqipërisë, por edhe brenda këtu. Kena lojtarë cilësorë që pretendojnë shumë të ardhmen. Është diçka bukur sepse gjithmonë kur një grup punon disa vite edhe vazhdimësia është e sigurt edhe tregon vetë fakti sepse kena nxjerrë sportista që lozin për nivele më të larta. Kur këto lojtarë spikasin në këto nivele, ata arritën me një frymë, me një disiplinë e cila e armë është e sigurt. Cili ishte veçanta, mund ta themi kështu, këtij sezoni? Sezoni ishte i bukur për arsye sepse kena luajtur 2 faza. Edhe faza 8 ishte me 6 skuadrat e para, edhe kena mbledh plot 66 pikë në total në kampionat. Po ashtu kena edhe golçenuesin më të mirë të kampionatit, Erjon Vajushit tek kampionati, po ashtu edhe Mbrojtësin Ergis Sukaj dhe Erjon Paci si portier. Kjo ishte një bërthama kryesore e skuadrës, po edhe lojtarë të tjerë që kanë luajtur mirë. Në listën e konkurrimit keni pasur klube me shumë traditë dhe me emër që kanë vite që luajnë edhe në Superligë dhe ja dolet për të sfiduar. Federata ka bërë strukturë të re ndarjen e ekipeve, Superliga dhe kategoria e parë, kanë 22 skuadra në total. Ne ka luajtur niveli kategorisë parë, por skuadrat kanë nivel, kanë emër edhe kanë ekipe zinxhir dhe ekip triton. Në këtë vit po mundona që ekipi Shkodrat të ketë edhe ekipe më të mëdha në sistemin zinxhir. Po ashtu kena edhe rreth 170 fëmijë të regjistruar tek akademia. Dhe shpresojmë që këtë vit edhe ekipin kategori të him të marrin pjesë. Tretë të spikaturit sipas edhe vlerësimit që u dhanë në ceremoni ishin Vajushi Sukaj edhe Paci portieri. Përpos kësaj treshe, ka ndonjë element tjetër që janë lojtarë të tjerë që normalisht skuadra nuk bëhet vetëm me 3 vetë, ka lojtarë të tjerë që kanë punuar, janë rrit, por përveç tyre që ka spikat, është edhe Narkaj, Gjilaj, Prani, Fangaj, Mloja, lojtarë që ata pretendojnë për të ardhmen, por nuk kanë nivelin e këtyre 3-ve. Treguesi i kësaj gjëje sepse gjithmonë kur në skuadër ka 2 lojtarë cilësorë, për shembull na kena pas të Dallinja 2000, Aleksandr Trumçi në nivelin më të lartë të Maqedonisë, të Vazhnimi. Është edhe Maqedonia Prega të Partizani. Gjithmonë skuadra kena pas 2-3 lojtarë cilësorë që në të ardhmen ato kanë spikatur dhe kanë dalë si lojtarë nivelit të lartë. Piranici vitin e ardhshëm në Superligë, më e vështirë, konkurenca do të jetë më e fortë. Unë kam qejf që këtë ekipin me nxjerr prapë në Superligë me U16, si të arritën, do me marrë prapë këtë grup. Mirë, edhe diçka krejt fundit, diçka veçantë kemi thënë edhe herë të tjera, babë dhe djalë, Rudi dhe Taib Piranici, pra ju jeni rritur në familjen Piranici, po edhe në familjen e klubit Shkodra, për krah babait tuaj që i vogël dhe tashmë jeni në rolin e një trajneri të sukses, që patyshim krenar për vete që nderoni babain, por edhe babai Taibi krenar për ju. Është një emocion i veçantë edhe për dyshën sepse në Shkodra është qyteti i kulturës, sportit, është një emocion që na jep qyteti, po gjithashtu është diçka e bukur sepse babi gjithmonë thonë që çdo vit duket më e ri kur më shef mua të marr kupa dhe trofe. E maj të frymëzuar, maj me pasionin e tij që ka shumë vite. Por mes të tjerëve, siç e kemi theksuar edhe herë të tjera, edhe një pjesëtare tjetër e familjes, mami juaj, Lumi, shumë tifoze, apo jo, bashkëshortja e Taib Piranicit. Më rritarëve kam supermenç. Por edhe na shikon, në asaj herë që him në shtëpi, kur na shef lumtun thënë pas kanë fitu. Kur hupi na shef gzim fytyrë. E dalën dhe me thënë ka pjesë edhe Lumit të kontributi. Familja është shumë e rëndësishme tek pjesa
jonë. Urime maksimale për këtë sukses dhe urime dhe përgëzime familjes Piranici për gjithë të suksesin e vitit. Faleminderit, Naci. Faleminderit. Profesor, këto sekuenca, këto emocione i provuan për para pak ditësh që ishte një ambient, falë dhe jush, si tashmë keni provojt shumë vjeçare në organizime të tilla, një spektakel, sidomos komuniteti prind të sportistëve, si gjithmonë kur ka të tilla suksese, i përjetojnë të ngjarje mjaft bukur. Janë këta pra marrëdhëniet që thash, marrëdhëniet e trajnerave me prind, do të jenë shumë funksionale, por te këta festimet si që ishte rasti i 20 vjetorit, ka qenë një manifestim jashtëzakonisht i madh ku kisha thirrë gjithë veteranët e futbollit Shkodran. Ishin prezente. Edhe fjalët e të madhit Ramazan Ragami meten për mua gjatë gjithë rrugtimit tim si udhërrëfyse, për suportin, për dashamirësinë. Por kështu dhe fjalët e zotit Duka që ma përmend edhe rastin e vllaznisë në atë kohë që konkurruame me Armand Dukën, bile i thash pasëm pas një pengesë fort se ishte mik i Armandos, por i thash tash i duhet më përshpërblyejnë të ardhmen, dhe ashtu më përshpërblyej faktikisht, por nuk ka qenë ajo. Por edhe te Rudi që la me përgjys bisedën. Jo, tek i përvitori thjesës kam qenë dëshmitar sepse së bashku me kolegun tim të nderuar Defrim Metasani kemi bashkë drejtuar ceremoninë. Ke qenë pjesë e cila u organizua tek Gzim Brahusha, tek ambientet ke qenë pjesë e këtij eventi, pra ke përjetuar vetë, po kështu edhe në Barbullush kena bën një 25 vjetorin. Por në lidhje me Rudin që u shpall kampion, Rudi mos u shput nga vllaznia me moshat, shkoi e punoi 3 vjet në Ulqin, edhe atje pat rezultate shumë pozitive, sa nuk i kishte pas asnjëherë ekipi i kadetëve, kështu që i gjuan ata ekipet e moshave. Dhe arriti para pak ditëve të shpallte kampion ekipin U15 veçarëve në kategorinë e parë me drejtën për të luajtur në Super League. Ajo që për mua ka shumë rëndësi që ky ekip, nëse përmend me disa breza futbollistësh dal, edhe këtu shpresojmë që kemi një grup lojtarësh që besoj do të ecin në rrugën e lojtarëve që përmendën pak më sipër. Sidomos një treshe që ju keni për marak vazhdimisht e promovoni, që janë... Gazi, detyra një trajnerit moshave, një akademie, krahas rezultateve, qëllimi kryesor është tek elementi dhe tek nxjerrja e lojtarëve. Ju kam parë që jeni entuziast për këtë brezin e fundit. Prandaj unë edhe kupen kur i propozova Rudi, thash që kupen mos ta marrin kapiteni, po të shkojnë te 3 kontribuesit, ta çojnë kupen siç ishte Erjon Vajushi, golshënuesi më i mirë. Me 44 gola. 44 gola, me të ardhmet sigurt për mendimin tim, antari i ekipit kombëtar 15 vjeçar. Shumë me parametra optimal. Regis Sukaj, që është interesant në detyrën e mbrojtësit, por ka shënulloj rreth 18 gola, një lojtar me mjaft pasion, ka pas një ecuri të jashtëzakonshme vitet e fundit, edhe portieri Pacaj është një treshe, por dhe lojtarë tjerë që kam në grup moshe tjera, ne do punojmë që të vazhdojmë atë rrugtim që kena bërë deri tani për nxjerrjen e elementeve cilësor për futbollin shqiptar, pse jo edhe jashtë kufinit. Profesor, karrierë shumë e pasur, e suksesshme. Ku është burimi, cili është sekreti i gjithë këtij suksesi në vazhdimsi pa ndërprerje? Një trajner profesionist i përkushtuar ka opinione që jeni pak i rrept në kryen e detyrës, por që sportistët dhe familjet e tyre e parapëlqejnë këtë rrepsin tuaj në edukimin e fëmijëve tuaj, në procesin stërvitor, jo vetëm atë të aspektit teknik, por edhe edukativ. Jo ka rëndësi dhe e dëgjoj shpesh. Profesor është i rrept, po është suksesi, një nga sukseset është edhe ajo korrektësia dhe kërkesa e llogarisë. Gazi, unë në radhë parë herë unë përshëndes familjen time, sepse ka qenë burimi kryesor që më ka dhënë këtë hapësirë dhe është bërë pjesë e këtij rrugtimi tim për të arritur këto suksese që kemi arritur. Natyrisht që ka një pjesë, një kontribut të veçantë familja. Absolutisht po. Kur është mbështetëse. Dhe me sa kam konstatuar bashkëshorët e juaj, Lumi Kasapi, kemi thënë atëherë se kam pasur edhe kolege shoqë klaset në gjimnazin Jordan Misja, shumë pasionante. Është bërë tifoz edhe natyrisht duke pas bashkëshortën dhe djalin,
që vetëm për futboll flasin në shtëpi, ajo nuk ka pasur ku të shkoj. Mjafton të kur hapte dera, më shifte në fizionomi, nuk ishte nevojë me pyet si e nda, ke fitu, ke hum, për lexote me herën në fytyrën teme rezultatin. Merre mend aq pjesë pavarësisht edhe pastaj edhe nga kërkesa në familje, mund t'i ketë rabara marane. E përshëndesim edhe bashkëshortin tuaj Lumi Kasapi Pjeranici. Kras gruas pra, djalin e kam në krah djath, kështu që familja ka qenë shumë e rëndësishme për mua. Por, siç e thash më përpara, marrëdhëniet me prind me kanë mirë kuptu te edukimi, unë i vej shumë rëndësi edukimit punës, disiplinës për punën, sepse pjesë e rëndësishme e betejës është familja. Por ama aty ne dona me kry një detyrë, edhe ajo detyrë duhet kryhet me seriozitet, me moral të lartë. Edhe i parim që ne kemi në klubin Shkodra, me të thënë drejtën, edhe krenohemi për këtë. Mu nuk më intereson, edhe këtë frymë e kanë futur të gjithë trajnerët, se nga vjen sportisti, i kuj është sportisti, për mu ka rëndësi të jetë i disiplinum, të lozi në futboll, edhe ka rrugën e hapur për të arrit majtë e futbollit. Pra kjo është pjesë shumë rëndësishme që fëmijëve të jepet ajo që meriton, të rriten me këtë frymë, sepse i mobilizon më tepër se nëse një fëmijët nuk jepet që meriton, ai fillon e stepet. Kështu që është një element shumë i rëndësishëm krahas disiplinës, edhe kështu fillon pastaj edhe marrëdhënia pozitive kur prindi shikon që merr fëmia që meriton, edhe kur fëmia merr një edukatë dhe disiplinë. Jo, unë ndala krahas të tjerëve sepse rezultatet në aspektin teknik profesional flasin vetë, por në aspektin edukativ tek disiplina flitet jo pak në opinion dhe kjo është shumë rëndësishme sepse ka pa përmendur emra klube apo akademice, ka edhe shturje të tilla ekipet e moshave të cilët nuk janë aty ku duhet, por për të arritur një sukses, disiplina është baza. Nuk duhet ngatrojmë, nuk duhet ta allonosh fëmin, nuk duhet ta fysh fëmin, po jo kurse si as me prek, ama ti jepësh drejtimin e dur, ti thush të punosh me rregull, me disiplinë, kjo nuk është një kërkesë jo normale. Pra kjo është ai keq kuptimi. Pra kjo është ajo që ne kërkojmë, si dikush edhe nuk e pranon, por me kalimin e kohës bëhen pjesë edhe bëhen bashkëlltar të kësaj kërkese. Unë kam raste konkrete sportistësh që kanë dalë nga duart tuaja, sot janë rritur dhe e vlerësojnë, e kujtojnë dhe janë mirënjohës edukatës që ju i keni dhënë, ja vetëm në stërvitje, ja vetëm në fushën e lojës, por edhe në udhëtimet me automjetet, me autobus, në ekskursionet, gjithçka, festa, gëzimi, disiplina, korrektesa, bashkëpunimit kanë pjesën e vetë. Por çfarë jemi drejt fundit, se nuk kemi edhe shumë kohë, kam sinjal nga regjia se ata duhet ta mbyllim. Një pjesë e fundit, jo pak e rëndësishme është edhe ngjarja me e fundit të klubin tuaj, bashkëpunimi me klubin e futbollit Olimpik Shkodra, një klub që luajti në kategorinë e tretë këtë sezon, nuk bëri mirë, nuk pati debutim të suksesshëm, menaxhohet nga një kompani e huaj, por ka gjetur duket një alat tek për të bashkëpunuar me ju që vitin e ardhshëm, sezonin e ardhshëm, Olimpik Shkodra të luaj me emrin Klubi i Futbollit Shkodra dhe në menaxhimin tuaj të përbashkët. Si shtatë jota e krijuan vetë një klub, një ekip të rritur, Olimpik Shkodra, morën pjesë këtë sezon me informacionet që kanë, me dhënat që kanë marrë, kanë trokit në derën tonë, kanë bisedu me dëshirën për të bashkëpunuar me ne, edhe ne kanë trokit në derën e dur, sepse është ajo që thotë shumë, ne jena të etur për një ekip të rritur, po s'kanë kanë mundësitë financiare, sepse ajo na ka penguar gjithmonë, dhe kena shprehë gatishmërinë tonë për mundësitë tona teknike, potencialin që ka klubi për t'i vënë në shërbim tyne, duke pa parasysh mundësitë e tyre financiare. Nëse do ne kena bën një marrëveshje, nëse do arrihet ky kombinacion në nivelin e duhur, sepse ne pjesëmarrjen e kena konfirmuar pjesëmarrjen me emrin e klubit Shkodra. Do të luani klubi i futbollit Shkodra do të jetë në kategorinë e tretë. Klubi i futbollit Shkodra do të jetë në kategorinë e tretë. Normalisht me ata drejtuesa, të cilët janë të huaj me kompani, edhe ata kanë shprehë gatishmërinë për të mbështetur anën financiare. Nëse do funksionojnë ashtu si duhet, ne do t'i vëmë vetes objektiv për të arritur atë qëllim që kemi pas, por duhet me lënë kohës. Pjesëmarrjen e kemi konfirmuar, por nivelin, cilësinë ta shohim. Por unë kam një ide me afru lojtarët e klubit Shkodra që kanë dalë nga akademia jonë, që kanë luajtur në nivelet e kategorisë 3, 2, pse jo edhe të parë. I kemi bërë thirrje që të afrohen te klubi Shkodra, kuptohet duke kryer ata marrëdhënie financiare të domosdoshme
pa i prish ata ekuilibër. Nëse rikthen në klubin tuaj ato emra. Ja, nuk flas për emrat, ato emra Qilozi, unë flas për këta nivele, Qilozi në kategori 3, 2. Po rikse vjen duke ushtuar, duke rritur Shkodra, edhe ato mund të parapëlqen të kontribojnë të lajnë gjurmë. Ma ta emre që përmendëm, unë kam qef që të rrisin nivele, të shkojnë nivele më të larta, mos të kthehen mrapa. Unë flas për djemë të ri që marrin të cilin 18 vjeçar, 19 vjeça, që ta kenë si trampolin për të rritë cilësitë e tyre, se jo deri në kategori 2, mendimi im është t'i shërbejnë rritjes tyre cilësore, po jo vetëm formimit të një ekipit, por ama t'i shërbejnë rritjes cilësore, ose mas të kërkojnë me lujtë jashtë rrethave, për të lojësin në ambientin e vetë Shkodran, pranë prindve, pra shoqënisë, pas ambientit, në këtë frymën që ka futbolli në Shkodër, edhe besoj, nëse do kena mbështetjen e duhur financiare, ne jena të gatshëm për të shprehë tonë mundësitë tona, energjitë tona për ta bërë Shkodrën. Aq më tepër që dhe infrastruktura sportive duket se po vjen në rritje sipër falë një bashkëpunimi me Federatën Shqiptare të Futbollit që kohët e fundit ka inspektuar fushin tuaj dhe ka vendosur që të investojë në ndërtimin e një impjanti që ka rënë dakord edhe me disa klube të tjerë, disa shoqate të tjera. Nuk e di si do të më lexojnë tjerë me këtë që po thamun, po vetëm jam mbështetje që i shërben futbollit në Shqipëni, se unë e njeh vetë, është Federata Shqiptare e Futbollit. Unë nuk jam i kënaqur absolutisht me pushtetin lokal, që do t'i hedhin syt shumë nga moshat, jo vetëm te klubi jonë, po të gjitha shoqatat sportive, sepse po ankohen që fëmijët po largohen, do t'i majmë afër, dhe për sa i përket se është e vetmja që ka investuar për topi im, në forma ime, për të gjitha këta janë potencial që ja ka ofruar Federata Shqiptare e Futbollit. Edhe tani edhe me fushat, edhe besoj që me bisedimet e fundit do banë edhe ne me i fush futbollit, me qenë se kena dhe fëmijë, kena 192 fëmijë kena të regjistruar pranë klubit futbollit Shkodër. Për mbyllur, sa është kontingjenti i fëmijëve në ekipet e moshave dhe sa ekipe grup moshash stërviten dhe konkurrojnë? Dhe sa është stafi? Ne kemi 192 fëmijë nga mosha U7 deri te mosha U19. Kemi një grup trajnerësh të fillu të Rashketa, Rudi, Saja, Kokaj. Kena një bashkëpunëtor tjetër që ja shtregu pak terrenit, por kena që na ndihmon nga jashtë Arbian Kopliku. Edhe besoj që si mjet me krijimin e ekipit. Nargaj prezantohet Pallë Nargaj, një bashkëpunëtor joni me shkputje. Por me krijimin e ekipit të rritur, besoj që do kem frojmë edhe trajnerë të tjerë profesionista që të jenë në shërbim të futbollit, dhe të shërbejmë futbollit. Dhe me këtë lajm të fundit, po një lajm i gëzueshëm për terrenin sportiv që pritet të jetë shumë shpejt pronë edhe klubit futbollit Shkodra, që është një kontribut dhe një përmirësim në rritjen e këtyre talenteve. Profesor, mendoj ta mbyllim këtë emision sepse edhe koha ka ecur dhe nuk mund të vazhdojmë më tepër, megjithatë tham diçka interesante, i përcollëm publikut ecurinë e suksesshme të personazhit tonë, si qeni ju, duke nisur nga hapat e parë si futbollist, si trajner, si mësues, si drejtues klubi dhe pjesa më e madhe, më kryesorje, klubi futbollit Shkodra, ku sukseset janë të jashtëzakonshme, sidomos në afirmimin e talenteve të futbollit shkodran që kanë furnizuar deri në kombëtarën e Shqipërisë. Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në këtë bisedë. Mund na ketë mbetur ndonjë gjë pa e komentuar, por ndoshta mund të rikthehemi përsëri. Do ta kesh lënë me qëllim për mu rikthy prapon. Falenderoj. Ktu pa të nderuar shikues, mbyllim këtë emision histori sportive, ku siç na ndoqët ishim me Taib Piraniçin, një figurë shumë e njohur në Shkodër. E komentuam edhe më herët, futbollist, trajner, drejtues klubi tek vllaznia dhe pjesa kryesore për shumë vite, drejtuesi kryesor i klubit futbollit Shkodër, aty ku prodhohen talentet e futbollit shqiptar. Nga unë Gaspar Marku, kolegu im, përgjegjësi i transmetimit Nino Jakova, në pultin e transmetimit dhe montazhieri Let Dani, ju përshëndesim dhe ju lëm takim javën e ardhshme me një tjetër personazh, po që rëndësishëm i sportit shkodran dhe me gjërë. Deri atëherë, mirupafshim.